Marrëdhëniet aktuale të Shqipërisë me Turqinë janë mjaft të mira dhe kjo jo rastësisht, ka qenë vetë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, i cili, kur ka folur për jetën e tij, ka treguar se çfarë lidh me Shqipërinë. Gjatë një interviste, presidenti turk tha: "Kur isha i vogël dhe luani me shokët, ishte një nën shqiptare që më jepte gjithmonë ushqim. Unë isha shok me djemtë e saj dhe gjithmonë shkoja tek shtëpia e tyre e hanim së bashku. Nëna shqiptare nuk më ndau kur nga djemtë e saj, prandaj unë them shpesh, mua më ka ushqyer një nën shqiptare." Kjo është një nga arsyet se me popullin shqiptar, presidentin turk e lidh një ndjenjë fortë, sepse ai e di se çfarë njerëzish janë shqiptarët. Por është edhe një tjetër fakt interesant që pak veta e din. Klubi sportiv Galatasaray në Turqi është themeluar nga një shqiptar. Klubi u themelua në vitin 1905 nga Ali Sami Frashëri, djali i rilindasit shqiptar Sami Frashëri. Djali i Sami Frashërit jo vetëm ka qenë themeluesi i këtij klubi kaq të famshëm në Turqi, por ka luajtur si futbollist në vitet e para që e krijoi. Një fakt interesant është se stadiumi i vjetër i Galatasarayt mban emrin e djalit të Sami Frashërit, pra themeluesit të tij. Ali Frashëri, kur e themeloi këtë klub, tha: "Qëllimi ynë është që të luajmë si anglezët, të kemi një ngjyrë dhe një emër, e të mundim skuadrat jo turke." Është shumë interesant fakti që një nga klubet më të fuqishme në Turqi, siç është Galatasaray, është themeluar nga djali i Sami Frashërit.